Tash, në këtë interpretimin tjetër të gjykatës kushtetuese, janë mundu me shtrembëru plot pikat dhe nuk ka në një konsenzus, edhe pse kemi kërkuar që të krijohet një konsenzus, ndërsa partia në pushtet nuk e ka pranuar asnjë ofertë që ne e kemi afru si parti opozitore. Është çuditshëm se aty ku ju konvenon, edhe që ju ka konvenu lëvizjes vetëvendosje që me një akt gjykim të gjykatës kushtetuese të vitit 2014 që i jepet e drejta për kandidim të kandidatit partisë e cila ka më shumë të deputet, po ju konvenon edhe po e shfrytëzojnë atë drejtën e tyre për këtë kandidat. Po tash në këtë interpretimin tjetër të gjykatës kushtetuese janë mundu me shtrembëru plot pikat të këtij aktgjykimit edhe në fakt mos me pranu asgjë. Edhe periudhën kohore për një muaj që duhet të konstituohet Kuvendi i Kosovës, edhe për shkeljen kushtetuese, ndryshimet të formës së votimit, kem kërkuar që të mos vazhdohet me votimin e komisionit sepse nuk ka komision dhe të kthehet çështja e votimit në votim të hapur dhe me pas është drejta e tyre. Është drejta e lëvizjes vetëvendosje ta kandidoj secillin që don, po është drejta e tyre dhe obligimi i tyre që me siguru 61 vota që me kalu dhe me zgjedh kryetarin e Kuvendit. Forma dhe mënyra e përzierjes që me pak më votu kryeparlamentare bashkë me kryetarit të Kuvendit nuk ka ndonjë sens.